Sot kemi një sfidë që shumë prej jush e hasin sa po mbushin atë dërkucin e kursimeve. Ke 3.000 euro dhe të duhet një makinë që të mbaroj punë. Në treg do të gjoni lloj-lloj historish. Tregtarit e rruga Durrësit ju thot merre këtë bencin lale se o bish fare. Kurse shoku i lagjes do t'ju thot merre këtë se dukesh sikur ke lek. Por unë sot jam këtu që t'ju tregoj realitetin. Me 3.000 euro ti je në kufirin mes një blerje të mençur dhe një makthi që nuk mbaron kurrë. Nuk duam të blejmë një makinë që ta kaloj fundjavën tek servisi, por duam një makinë që të na çojë për fundjavë atje ku ne duam. Sot do t'ju tregoj 4 modele që i rezistojnë rrugëve tona dhe që nuk ju a bëjnë portofolin shosh. Mbani shënime, sepse këto këshilla do t'ju kursejnë shumë net pa gjumë. Në vend të parë është mbreti i kursimit, Toyota Yaris viti 2006-2009. Nëse prioriteti juaj është vetëm një makinë që ndizet në mëngjes pa bërnaze, Toyota është zgjidhja e parë dhe zgjidhja ideale. Pse ky model? Po, në fakt duket si një vezë Kinder dhe brenda ka po aq luks sa stolat e parqeve publike, por ky motor 1.4 naft është ndërtuar të vdesësh ti para ti, sepse japonezët nuk kanë menduar për dizajnin, por kanë menduar për inxhinierin. Në qytet harxhon sa një papaq dhe e parkon aty ku makinat e tjera as nuk e imagjinojnë dot. Kjo është makina që rrezikon të falimentoj mekanikët. Ju do shkoni te ustaj vetëm kur do t'ju duhet të ndërroni vajin dhe filtrat një herë në vit. Me 3.000 euro gjen një ekzemplar që mund ta kesh për 10 vitet e ardhshme dhe pa i hapur as kapakun e motorit. Në vend të dytë do t'ju kisha sugjeruar një Skoda Fabia, viti 2008-2011. Në fakt mund t'jetë zgjidhje shumë e mençur, sepse tani këtu do t'ju tregoj edhe pse është zgjedhja që tregtarët nuk e reklamojnë me zhurmë, por që mekanikët e reklamojnë në heshtje. Skoda Fabia, pse po a sugjeroj këtë model, sepse me 3.000 euro ju po blini një makinë që ka të njëjtën arkitekturë dhe teknologji gjermane, si markat më të shtrenjta të grupit Volkswagen dhe Audi. Nëse hapni kofanon e një Skode, kudo në përpjesët e saj, në motor, në tapiceri, në shasi, do të shihni logon e Volkswagenit dhe Audit. Është e njëjta kambjo, i njëjti grup motori dhe i njëjti sistem elektronik. Po blini me një çmim shumë më misor, sepse nuk po paguani atë tarifën e shtrenjtë të Volkswagenit dhe për të paguar thjesht për markën, pra apo logon në kofano. Kërkoni motorët 1.4 TDI me 3 pistona, sepse në fakt mund t'jenë pak më zhurmues dhe mund t'ju duket si makinë traktori, por harxhon më pak se sa harxhon ti ujë duke larë duart. Është makina ideale për ata që kërkojnë një mjet solid dhe jetë gjatë pa patur nevojë të bëj karshillik tek të tjerët nëpër semafor me emra të mëdhenj të automobilave. Ndërsa në vendin e tretë është një tjetër makinë, francezja e vogël dhe praktike, Renault Clio e vitit 2010-2012. Nëse do diçka që duket pak më moderne dhe pak më shumë komode, Renault Clio me motorin 1.5 DCI është fituese. Po pse Clio do thoni ju? Sepse me 3.000 euro merr një makinë që është më e re në moshë se shumica e opsioneve në treg dhe ka një kroskot më të butë dhe është jashtëzakonisht më komode në gropat tona. Ky motor është po aq ekonomik sa që do fillosh të dyshosh nëse shigjeta e naftës është prishur. Përpara se ta blini, kontrollojeni mirë tek mekaniku dhe kontrolloni sistemin e injeksionit, sepse në disa modele ka shfaqur probleme. Nëse është në rregull, kjo makinë është si një garzonjere me rrota që të çon kudo me koston e një bilete autobusi.
E katërta që unë sugjeroj është surpriza italiane, një Fiat Punto Evo. Për ata që duan pak stil italian, Fiat Punto Evo, sigurisht me motorin 1.3 multijet, është ndoshta gjëja më e mirë që ka dalë nga Italia pas Picës. Janë vlerësuar si motorët më të mirë të vegjël në botë. Ky motor është po aq i suksesshëm pasi e ka përdorur edhe Opeli dhe Suzuki. Teknologjia ka atë opsionin City që ti e bën timonin aq të lehtë sa mund ta kthesh me gishtin e vogël ose me një dorë, dhe është ideale për gocat ose për ata që duan të bëjnë manovra në trafikun e Tiranës pa patur nevojë të bëjnë palestër. Ky motor është si buk me djath, gjendet kudo. Ka një dizajn italian që nuk të turpëron, edhe kur ti e ke parkuar përpara kafenes për të pirë një ekspres. Është makina më shik që mund të marrësh me 3.000 euro, pra me aq buxhet sa ti mund të kesh. Dhe këshilla ime e fundit dhe më e rëndësishmja është që me 3.000 euro qëndrojni larg makinave luksoze të vjetra, pasi një Benz S-Class apo një BMW X5 me 3.000 euro nuk është okazion, por është kurs financiar, sepse pjesët e tyre vazhdojnë të jenë po aq të shtrenjta sikur makina të jetë ende e re. Një sensor gome apo një shërbim motori mund t'ju kushtoj sa çereku i vlerës së makinës dhe do t'ju detyroj që të merrni kredi. Dhe me 3.000 euro nuk blihet një makinë e vjetër luksoze në mosh, por blihet siguria e familjes dhe qetësia juaj dhe jo dukja e jashtme. Mos u bëni pronar të një makine që qëndroj në garazh nëse nuk keni para për ta rregulluar dhe për ta çuar në servis. Më mirë një makinë modeste që ju çon kudo, sesa një emër i madh që ju lë në këmbë. Më tregoni tani në komente nëse do t'ju duhet të zgjidhni njërën nga këto 4 makina për ta patur si makinë të përditshme, cilën do të preferoni, shkruajeni në koment. Ose nëse keni një model tjetër që mendoni se e meriton të jetë në këtë listë, unë i lexoj të gjitha sugjerimet tuaja. Në videon e ardhshme, duke marrë shkas edhe nga një koment i Lindi, do të bëjmë doktorin e makinave, do të flasim për tymin dhe marmitën. Do t'ju tregoj se si ta kuptoni nëse motori që i makinës tuaj po jep shpirt apo po ju gënjen tregtari, thjesht duke parë ngjyrën e tymit. Lindi, bëu gati sepse javën tjetër do t'japim diagnozën e Ibizës tënde. Mos harroni të bëni subscribe që të njoftoheni të parët për videon e ardhshme. Shihemi!